Do të bëni rivlerësimin e pasurisë. Kujdes, amortizimi mund t'ja ul vlerën pronës tuaj deri në 30%. Gjatë rivlerësimit fiskal të ndërtesave do të aplikohet amortizimi fiskal. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që çmimi i referencës do të ulet 1% për çdo vit përdorimit të pronës. Dhe llogaritja do të fillojë që nga fitimi i titullit të pronësisë. Dhe ulja maksimale do të jetë deri në 30% të çmimit të referencës. Marrim dy shembuj konkret. Nëse një ndërtesë ka 15 vite përdorim dhe certifikat pronësie, vlera fiskale do të ulet 15%. Nëse ka mbi 35 vite, zbritja maksimale do të jetë 30%. Mënyra e këtyre llogarive ndikon drejt për drejt në vlerën që do të pagoni të taksës së 5% dhe gjithashtu në vlerën e pronës suaj. Nëse keni pyetje mbi procedurën e rivlerësimit, informoni para se të aplikoni.